Isha gruaja e 25 të. Historia tronditëse e 39 vjeçares që u martua me një 80 vjeçar dhe mësoj si ta doj veten, unë jam Mira. 39 vjeç. E rritur në një qytet të vogël, me një familje të thjeshtë që më mësoj të jem e sjellshme, e duruar. Dhe gjithmonë e gatshme të sakrifikoj për të tjerët, kështu e nisa jetën. Duke dhënë gjithçka nga vetja. Dhe, pa e kuptuar, një ditë zgjodha të martohesha me një burr 41 vjet më të madh se unë. Një 80 vjeçar me para, me ndikim dhe me një histori që askush nuk kishte guxuar ta prek, u martuam pas vetëm 3 muajsh njohje. Ai ishte i sjellshëm, i vëmendshëm, më jepte dhurata, më bënte të ndihesha si një mbretëresh. Por nuk ishte dashuri. Ishte një ndjenjë boshllëku që u mbush me luks. Familja ime nuk e pranoi kurrë këtë lidhje, por unë e binda veten se ishte zgjedhja e duhur. Më mirë e sigurt se sa vetëm, pëshpëritja në heshtje, ajo që nuk dija, ishte se unë isha gruaja e 25 të, po. E 25 ta. Jo e 2 ta. Jo e 5 ta. E 25 ta, ai kishte kaluar gjithë jetën duke përdorur gratë si trofe. Martesa jonë nuk ishte për dashuri. Ishte për imazh, për pushtet, për kontroll. Në fillim, mbyllja syt. I thosha vetes, të paktën më respekton. Por pastaj, një natë, gjithçka ndryshoi, ishte ora 10 e darkës. Ai kishte thënë se do të kthehej më vonë. Unë po lexoja në dhomën e gjumit. Kur dëgjova zhurmën e derës. Unë ngrita, e lumtur që erdhi më herët, por ajo që pash më ngriu në vend, hyri në shtëpi, i buzëqeshur. Me një vajzë të re për dore, ajo nuk ishte motra e tij. As ndonjë kushërir. Ishte dashnorja e tij, më pa drejt në sy dhe tha, Mira, të prezantoj me Luanën. Ajo do qëndroj me ne për disa ditë. Është e veçantë për mua. U deshën disa sekonda që të kuptoja çfarë po ndodhte. Zemra më rrite si daulle. Bota mu errësua. Mu duk si një film i keq që dikush kishte vendosur ta shfaqte në jetën time, nuk thash asgjë atë natë. As të nesërmen. As të pasnesërmen. Por, brenda meje, diçka kishte ndryshuar për gjithmonë. Kishte vdekur një version i im që duhej të vdiste, ai version që pranonte çdo poshtërim për hir të sigurisë. Një ditë, hyra në zyrën e tij dhe thash vetëm një fjali, unë nuk jam më gruaja e 25 të. Jam gruaja që do ta doj veten e vet për herë të parë. Ai qeshi. Tha se do pendohesha. Se asnjë burr nuk do më donte në këtë moshë. Se unë nuk isha askush pa të. Dhe pikërisht këto fjalë më dhan forcën që më duhej, mora vetëm çantën time dhe dola nga ajo shtëpi. Pa para. Pa plan. Pa mbështetje. Por me një vendim, të mos isha më kurrë një figurë në jetën e dikujt tjetër, fillova nga e para. U shpërngula në një qytet tjetër. Punova si kamariere, si rrobaqepse, si kujdestare fëmijësh. Më pas mora një kurs online për dizajn grafik. Dhe sot, pas 3 vitesh, kam biznesin tim të vogël, klient nga jashtë dhe mbi të gjitha, qetësinë time, jam 42 vjeçe. Nuk kam burr. Nuk kam një jetë perfekte. Por e kam veten, dhe po. Kam dikë që më dërgon çdo mëngjes një mesazh që më mbush zemrën, Mira, më frymëzon. Të dua, jo për çfarë ke kaluar, por për atë që je. Ai është një burr i thjeshtë. Një profesor letërsie. Nuk ka pasuri, por ka një zemër që di të doj. Kësaj radhe nuk jam gruaja e 25 të, jam e vetmja, dhe kjo është historia ime. Nga hiri i një marrëdhënie të pabarabartë. Rilinda si një grua që mësoi të jetë e plot edhe kur është vetëm.